Deri në minutën e fundit mendova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i shërbimit sekret shqiptar, duart ende i dridhen pas 35 vitesh. Ai ishte një nga 5 njerëzit që e shoqëronin Azem Hajdarin çdo ditë, që e shihnin çdo takim, çdo valixhe të mbushur me para, çdo bisedë të fshehtë në orët e vona të natës. Ai nuk ishte thjesht një politikan i varfër që luftonte për popullin, vazhdon oficeri, zëri i tij ulet në një peshpëritje. Azem Hajdari kishte para. Shumë para. Aq shumë sa edhe ne që e mbrojnim nuk e kuptonim nga vinin. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Në këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të Hajdarit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për njeriun që u bë simbol i luftës kundër korrupsionit, por që vetë jetonte në një botë të parave të pista. Në vitin 1998, kur Shqipëria ishte ende një vend ku njerëzit hanin bukë me ujë, Azem Hajdari hyri në një restorant në Tiranë me një pallë lëkure që kushton më shumë se pagat vjetore të 10 punëtorëve. Kamerierët e kujtojnë atë natë. Ai erdhi me 4 burra, të gjithë të veshur me kostume të shtrenjta, dhe porositi pije që në atë kohë ishin të parritshme për shqiptarët e zakonshëm. Fatura ishte $500 amerikan. Në një vend ku pagat mujore ishin $50. Kush ja pagoi atë darkë? Kush e mbushi xhepin e tij me para kur gjysma e vendit vuante nga uria? Dhe pse askush nuk pyeti kurrë? Një ish kontabilist i Partisë Demokratike që kërkoi të mbetet anonim na tregoi diçka që na la pa fjalë. Në vitin 1997, Azem Hajdari erdhi në zyrë me një çantë të zezë. E hapi përpara meje dhe tha, numëri këto. Brenda kishte $100.000 amerikan në kartëmonedha të reja. Unë pyeta, nga i more këto? Ai buzëqeshi dhe tha, mos pyet kur këtë pyetje përsëri. Kontabilisti thot se kjo nuk ishte hera e parë. Çdo muaj, Hajdari sillte para. Ndonjëherë $50.000, ndonjëherë më shumë. Asnjëherë më pak se 30.000. Në një vend ku ekonomia ishte në kolaps, ku njerëzit shisnin mobiljet e shtëpisë për të bler bukë, Azem Hajdari kishte qasje në një burim parash që dukej i pafund. Por nga vinin këto para? Dosjet e shërbimit informativ shtetëror që u desekretizuan pjesërisht në vitin 2020 përmbajnë një raport të datës 28 shkurt 1996. Raporti është i shkurtër, vetëm 2 faqe, por përmbajtja është shokuese. Subjekti Azem Hajdari u vure duke takuar një shtetas italian në Hotel Dajti. Takimi zgjati 35 minuta. Pas takimit, subjekti u largua me një valixhe që nuk e kishte kur hyri. Kush ishte ky italian? Çfarë kishte në atë valixhe? Dhe pse shërbimi informativ nuk ndërmori asnjë veprim? Raporti përfundon me një shënim të shkruar me dorë, të mos ndiqet më. Urdhër nga lart. Kush dha këtë urdhër? Dhe çfarë dinte ai që ne nuk e dim? Një gazetar investigativ që punoi në Tiranë gjatë viteve 90 na tregoi një histori që nuk e kishte publikuar kurrë. Në vitin 1997 mora një thirrje anonime. Zëri në telefon më tha, nëse do të dish nga vijnë paratë e Hajdarit, shko në portin e Durrësit në orën 3 të mëngjesit të premten. Unë shkova. Pash një kamion që shkarkonte kuti. Burrat që i shkarkonin nuk ishin doganier. Ishin njerëz të Hajdarit. Një nga kutit ra dhe u hap. Brenda kishte cigare. Mira pako cigare pa vull doganore. Gazetari thot se ai filloi të fotografoj, por u kap, më morën kamerat, më rahën dhe më thanë, nëse shkruan diçka do të përfundosh në det. Ai nuk shkroi asgjë. Por pyetja mbetet, a ishte Azem Hajdari i përfshirë në kontrabandë? Dhe nëse po, kush e mbulonte? Një ish deputet i Partisë Demokratike që u largua nga politika në vitin 2000, flet për herë të parë për atë që pa. Në vitin 1998, Azem më ftoi në shtëpinë e tij. Shtëpia ishte e madhe, me mobilje të importuara, me televizor që në atë kohë kushtonin sa një makinë. Unë pyeta, si i blen këto me pagën e deputetit? Ai qeshi dhe tha, kam miq që më ndihmojnë. Deputeti thot se ai nuk pyeti më. Por kureshtja e tij u zgjua kur pa në dhomën e gjumit të Hajdarit një valixhe të hapur plot me para. Ishin marka gjermane. Kartëmonedha të reja, të prera, të lidhura me elastik. Unë i numërova me sy.
Të paktën 200.000 marka. Kush ja dha këto para Hajdarit? Dhe çfarë priste në këmbim? Në arkivat e Bankës së Shqipërisë ekziston një dokument i koduar me numrin YM0544. Dokumenti është një raport mbi lëvizjet e parave në llogaritë bankare të figurave politike gjatë viteve 1996 deri në 1998. Në këtë raport, emri i Azem Hajdarit shfaqet 7 herë. Çdo herë, shuma e depozituar është mbi $100.000 amerikan. Por origjina e këtyre parave nuk është e specifikuar. Në një shënim anësor, një analist bankar ka shkruar, burimi i parave është i paqartë. Rekomandohet hetim. Por hetimi nuk u krye kurrë. Pse? Kush e ndali? Dhe çfarë do të kishte zbuluar ai hetim nëse do të ishte kryer? Një ish oficer i policisë kufitare na tregoi një histori që na la pa fjalë. Në vitin 1997, Azem Hajdari kaloi kufirin në Kakavi me një makinë të zezë Mercedes. Ne e ndalonim çdo makinë për kontroll, por kur e pam atë, na u tha të mos e prekim. Urdhri erdhi nga Tirana. Por unë pash diçka që nuk duhet ta kisha parë. Në sediljen e pasme kishte 3 çanta të mëdha. Një nga to ishte e hapur. Brenda kishte lidhje parash. $, amerikan. Oficeri thot se ai raportoi atë që pa, por raporti u injorua. Një javë më vonë, më transferuan në një fshat në Veri. Kuptova mesazhin. A ishte Azem Hajdari duke transportuar para jashtë vendit? Dhe nëse po, për kë ishin ato para? Një biznesmen shqiptar që jetonte në Itali gjatë viteve 90 na kontaktoi pas shikimit të njoftimit ton. Ai na tha diçka që ndryshon gjithçka. Azem Hajdari vinte në Milano çdo 2 muaj. Ai takoi me njerëz që unë i njihja. Ishin njerëz të lidhur me krimin e organizuar. Unë e pash një herë duke dalë nga një restorant me një nga bosët. Ata përqafoheshin si vëllezër. Biznesmeni thot se ai nuk donte të besonte atë që po shite. Azem ishte heroi ynë. Ai luftonte kundër korrupsionit. Por këtu ishte duke darkuar me kriminal. Kur e pyetëm nëse kishte prova, ai na dha një fotografi. Në fotografi shihet Azem Hajdari duke qeshur me një burr që më vonë u arrestua për trafik droge. Data në fotografi, 10 qershor 1997. Çfarë bënin ata bashkë? Dhe çfarë marrëveshjesh kishin? Një ish sekretari Hajdarit që punoi me të nga viti 1996 deri në 1998, flet për herë të parë. Azem kishte një ditar të vogël të kuq ku shkruante emra dhe shifra. Ai e mbante atë ditar me vete gjithmonë. Një ditë, ai e la në zyrë dhe unë e hapa. Brenda kishte lista emrash. Disa i njihja ishin politikan. Të tjerët nuk i njihja. Pranë çdo emri kishte një shifër. Disa shifra ishin 50.000, disa 100.000, disa edhe më shumë. Sekretarja thot se ajo nuk e kuptoi kuptimin e atyre shifrave derisa dëgjoi një bisedë telefonike. Azem po fliste me dik dhe tha, 50.000 për këtë muaj, si zakonisht. Atëherë e kuptova. Ato shifra ishin pagesa. Por pagesa për çfarë? Dhe kush i merrte ato para? Në vitin 1998, pak para vrasjes së tij, Azem Hajdari u takua me një gazetar të huaj në një kafe në Tiranë. Gazetari, që tani jeton në Gjermani, na dha një kopje të shënimeve të tij nga ai takim. Azem duke i shqetësuar. Ai më tha, ka njerëz që duan të më heshtësin. Ata din shumë. Nëse diçka më ndodh, dije se nuk është aksident. Kur gazetari e pyeti se çfarë dinte, Hajdari u përgjigj, dije se paratë që lëvizin në këtë vend nuk vijnë nga biznesi i ndershëm. Ka një rrjedh. Unë jam pjesë e tij, por tani dua të dal. A ishte Azem Hajdari duke u përpjekur të shkëputej nga një rrjedh kriminal? Dhe a e vran për këtë arsye? Një ish antar i shërbimit informativ na tregoi për një operacion sekret që u krye në vitin 1997. Ne monitoruam Azem Hajdarin për 6 muaj. Pash gjithçka. Takimet me italianët, takimet me grekët, takimet me njerëz që nuk duhej t'i takonte. Pash valigje që shkëmbeheshin, pash para që numëroheshin. Shkrova një raport prej 50 faqesh. Raporti shkoi te drejtori.
Një javë më vonë, më thirrën në zyrë dhe më thanë, harroje këtë raport. Nuk ka ekzistuar kurrë. Oficeri thot se ai e kuptoi se kishte fuqi më të mëdha se shërbimi informativ që e mbronin Hajdarin. Kush ishin ata? Politikan? Kriminal? Apo të dyja? Ai nuk e di. Por ai di një gjë, Azem Hajdari nuk ishte i pastër. Ai kishte para të pista. Dhe dikush e mbulonte. A e dini se çfarë ndodh kur një politikan që lufton kundër korrupsionit zbulohet se vetë është i korruptuar? Njerëzit që e mbështesin ndihen të tradhtuar. Ata që e urrejnë ndihen të justifikuar. Por çfarë ndodh kur ai politikan vritet para se të zbulohet e vërteta? Ai bëhet martir. Ai bëhet hero. Dhe sekretet e tij varrohen me të. Azem Hajdari u vra në 28 shtator 1998. Ai u qellua me armë zjarri përpara Universitetit të Tiranës. Vrasësit nuk u gjetën kurrë. Por pyetja që askush nuk e bëri ishte, kush fitoi nga vdekja e tij? Kush donte që sekretet e tij të mos dilnin kurrë në dritë? Një ish mik i Hajdarit që ishte me të në ditët e fundit të jetës së tij, na tregoi diçka që na bëri të ngrieshin qimet. Azem më tha se kishte vendosur të fliste. Ai kishte vendosur të tregonte gjithçka. Për parat, për takimet, për marrëveshjet. Ai tha, nuk mund të jetoj më me këto sekrete. Unë i thash, nëse flet do të vrasin. Ai buzëqeshi dhe tha, ndoshta. Por të paktën do të vdes i pastër. 3 ditë më vonë, Azem Hajdari ishte i vdekur. A ishte kjo një rastësi? Apo dikush e dëgjoi atë bisedë dhe vendosi të vepronte? Në arkivat e policisë ekziston një dosje e koduar me numrin UM0544. Kjo dosje përmban të gjitha raportet e hetimit të vrasjes së Azem Hajdarit. Por ka diçka të çuditshme. Faqet nga 150 deri në 160 mungojnë. Ato janë hequr. Kush i hoqi? Dhe çfarë përmbajnë ato faqe? Një ish hetues që punoi në atë rast na tha, ato faqe përmbajnë informacion për financat e Hajdarit. Ne gjetëm prova se ai kishte lidhje me kontrabandist. Por na u tha të mos i përfshim në raport. Na u tha se do të dëmtonin imazhin e tij. Pra, edhe pas vdekjes, dikush po e mbulonte Azem Hajdarin. Por pse? Një kontabilist që punoi për një kompani ndërtimi në Tiranë na tregoi për një marrëveshje të çuditshme. Në vitin 1997, kompania jon mori një kontratë për të ndërtuar një ndërtesë në qendër të Tiranës. Kontrata ishte $10 milion. Por para se të fillonte puna, na erdhi një vizitë. Ishte Azem Hajdari. Ai tha, kjo kontratë duhet të kalojë nëpër mua. Ju do të paguani 15% të vlerës. Ne pranuam. Çfarë tjetër mund të bënim? Kontabilisti thot se kjo nuk ishte hera e vetme. Çdo kontratë e madhe në Tiranë kalonte nëpër Hajdarin. Ai merrte pjesën e tij. Ishte si një taks e padukshme. Sa para mblodhi Hajdari nga këto marrëveshje? Dhe ku shkuan ato para pas vdekjes së tij? Një ish deputet i opozitës na tregoi për një takim që ndodhi në vitin 1998, pak javë para vrasjes së Hajdarit. Ne ishim në një mbledhje partijake. Azem u ngrit dhe tha, ka njerëz në këtë dhomë që janë të korruptuar. Ka njerëz që marrin para nga kriminal. Unë i njoh ata. Dhoma u bë e heshtur. Pastaj dikush pyeti, dhe ti, Azem? A je i pastër? Azem nuk u përgjigj. Ai vetëm buzëqeshi dhe u ul. Deputeti thot se ai kuptoi atë ditë se Hajdari po luante një lojë të rrezikshme. Ai po kërcënonte njerëz të fuqishëm. Ai po tregonte se dinte sekretet e tyre. Por ai harroi se edhe ata dinin sekretet e tij. A ishte kjo arsyeja pse u vra? Një grua që punonte si pastruese në zyrën e Hajdarit na tregoi për diçka që gjeti një ditë. Unë po pastroja zyrën e tij kur pash një zarf të trashë nën tavolinë. E hapa. Brenda kishte fotografi. Fotografi të Azem Hajdarit me njerëz që unë nuk i njihja. Në disa fotografi, ata po numëronin para. Në të tjera, po shtrëngonin duar. Në fund të zarfit kishte një letër. Letra thoshte, nëse flet, këto fotografi do të publikohen.
Gruaja thot se ajo e vuri zarfin mbrapsht dhe nuk foli kur për këtë. Por tani, pas aq vitesh, mendoj, kush po e shantazhonte Azem Hajdarin? Dhe çfarë donte ai person prej tij? Në vitin 2000, 2 vjet pas vrasjes së Hajdarit, një gazetar italian publikoi një artikull të titulluar Lidhjet e fshehta të Azem Hajdarit. Artikulli pretendonte se Hajdari kishte lidhje me mafian italiane, se ai ndihmonte në trafikun e armëve dhe drogës midis Shqipërisë dhe Italisë. Artikulli shkaktoi një skandal. Mbështetësit e Hajdarit e quajtën atë gënjeshtër. Por gazetari mbante këmbë. Ai tha se kishte dokumente, kishte dëshmitar, kishte prova. Por kur e pyetëm nëse mund t'i shihnim ato prova, ai tha, i kam humbur. Dikush më vodhi dosjen. A ishte kjo e vërtet? Apo dikush e detyroi të hesh? Një ish oficer i shërbimit informativ italian na kontaktoi pas publikimit të njoftimit ton. Ai na tha se në vitet 90, shërbimi italian monitoroi Azem Hajdarin. Ne e dinim se ai kishte lidhje me grupe kriminale. Ne e dinim se ai transportonte para. Por ne nuk ndërhym. Pse? Sepse ai ishte i dobishëm. Ai na jepte informacion për grupe të tjera kriminale. Ishte një marrëveshje e heshtur. Oficeri thot se kjo marrëveshje vazhdoi deri në vdekjen e Hajdarit. Kur ai u vra, ne e dinim se kush e bëri. Por nuk folëm. Sepse nëse do të flisnim, do të duhej të shpjegonim pse e mbrojnim. Pra, edhe qeveritë e huaja e dinin të vërtetën për Azem Hajdarin. Por të gjithë zgjodhen të heshtën. A e dini se çfarë ndodh me paratë e një politikani kur ai vdes? Zakonisht, ato kalojnë te familja. Por në rastin e Azem Hajdarit, diçka e çuditshme ndodhi. Pas vdekjes së tij, llogaritë e tij bankare u zbrazën. Dikush tërhoqi të gjitha paratë. Kush? Familja e Hajdarit tha se ata nuk e bën. Banka tha se nuk mund të jepte informacion. Por një ish punonjes i bankës na tregoi të vërtetën. Një javë pas vdekjes së Hajdarit, erdhën 3 burra në bankë. Ata kishin dokumentet e duhura, kishin nënshkrimet e duhura. Ata tërhoqën gjithçka. $600.000 amerikan. Kush ishin ata burra? Dhe ku shkuan ato para? Një avokat që përfaqësoi familjen e Hajdarit pas vdekjes së tij na tregoi për një takim të çuditshëm. Një muaj pas vdekjes së Azem, mora një telefonat. Zëri në telefon tha, ne kemi diçka që i përket familjes Hajdari. Nëse doni ta merrni, takohuni me ne. Unë shkova në takim. Ata më dhanë një valixhe. Brenda kishte dokumente. Dokumente që tregonin se Azem kishte llogari bankare në Zvicër, në Austri, në Luksemburg. Shuma totale ishte mbi $2 milion. Avokati thot se ai I dha dokumentet familjes, por ata nuk mundën të aksesojnë paratë. Llogaritë ishin të bllokuara. Dikush kishte bërë një kërkesë ligjore për t'i bllokuar. Kush? Ne nuk e dim. Pra, edhe sot, paratë e Azem Hajdarit janë diku atje, të bllokuara, të paarritshme. Por kush po përpiqet t'i marrë? Një ish antar I familjes së Hajdarit që kërkoi të mbetet anonim, na tregoi për një bisedë që pati me Azem pak para vdekjes së tij. Azem më tha, nëse diçka më ndodh, mos u përpiq të gjesh paratë. Ato janë të pista. Ato do të sjellin vetëm probleme. Unë pyeta, çfarë do të thotë kjo? Ai tha, do të thotë se ka njerëz që do të vrasin për ato para. Dhe nëse ti kërkon, ti do të jesh I radhës. Antari I familjes thotë se ai e mori këtë paralajmërim seriozisht. Unë nuk pyeta kur për paratë. Unë nuk kërkova kur të di të vërtetën. Sepse e di se e vërteta mund të më vrasë. A është kjo arsyeja pse askush nga familja e Hajdarit nuk ka folur kur hapur për financat e tij? A janë ata të frikësuar? Dhe nga kush? Një ish bankier që punoi në Bankën Kombëtare të Shqipërisë gjatë viteve 90 na kontaktoi me një histori që na la pa frym. Në vitin 1997 mora një urdhër të çuditshëm nga drejtori. Më tha, ka një llogari që duhet të hapet. Emri është I koduar. Nënshkrimi duhet të jetë vetëm yti dhe imi. Unë e hapa llogarinë. Numri ishte YM0544, I njëjti kod që përdorej për operacionet më sekrete të shtetit.
Bankieri thot se çdo muaj në atë llogari depozitoheshin shuma të mëdha. Ndonjëherë $100,000, ndonjëherë më shumë. Parat vinin nga llogari të ndryshme, por asnjëherë nuk kishte emër të qartë. Një ditë, ai pa një dokument që e bëri të kuptonte gjithçka. Ishte një urdhër transferimi. Parat nga ajo llogari po transferoheshin në një llogari personale. Emri në llogari ishte Azem Hajdari. Kush e autorizoi këtë transferim? Kush vendosi që parat e shtetit të shkojnë në xhepin e një politikani? Dhe sa kohë kishte vazhduar kjo skem? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme ekziston një raport i datës 15 mars 1998. Raporti është i shkruar nga një oficer i policisë financiare që hetoi transaksione të dyshimta në disa banka private. Gjatë hetimit, zbuluam se ka një rrjet kompanish fantazm që përdoren për të larë para. Këto kompani nuk kanë adresë reale, nuk kanë punonjes, por lëvizin miliona dollar çdo muaj. Oficeri shkroi se ai gjeti një lidhje midis këtyre kompanive dhe disa figurave politike. Një nga emrat që shfaqej më shpesh ishte Azem Hajdari. Ai ishte aksioner i fshehtë në 3 nga këto kompani. Por kur oficeri dëshiroi të vazhdonte hetimin, ai u ndal. Më thirrën në zyrën e ministrit. Më thanë, ky hetim mbyllet këtu. Nëse vazhdon, karriera jote përfundon. Oficeri obejtoi. Por pyetja mbetet, çfarë po fshinin ato kompani? Dhe sa para kaluan në për to? Një ish drejtor i doganave në portin e Durrësit na tregoi për një sistem që funksiononte si një makinë e përsosur. Çdo javë vinin kamion nga Italia dhe Greqia. Ata transportonin mallra që zyrtarisht ishin pajisje elektronike ose mobilje. Por ne e dinim se brenda kishte edhe diçka tjetër. Cigare pa vul, alkool i kontrabanduar, ndonjëherë edhe armë. Drejtori thot se ai u përpoq të ndalonte këtë kontraband, por u përball me rezistencë. Çdo herë që ndaloja një kamion, merrja një telefonat. Zëri në telefon thoshte, lëre të kaloj. Ky kamion është i mbrojtur. Unë pyeta një herë, i mbrojtur nga kush? Përgjigja ishte, nga njerëz që ti nuk mund t'i prekësh. Një ditë, ai pa diçka që e bëri të kuptonte se kush ishin ata njerëz. Pash Azem Hajdarin duke dal nga një zyrë në port, ai po fliste me një nga kontrabandistët më të njohur. Ata po qeshnin, po shtrëngonin duar. Atëherë e kuptova. Hajdari nuk ishte viktimë e sistemit. Ai ishte pjesë e tij. Një grua që punoi si sekretare në një kompani importi na tregoi për takime që ndodhnin çdo muaj. Në zyrën tonë vinin njerëz të ndryshëm. Disa ishin biznesmene, disa ishin politikan, disa nuk i njihja. Por një emër dëgjoi gjithmonë, Azem. Ata thoshin, Azem duhet të marrë pjesën e tij. Unë nuk e kuptoja se çfarë do të thoshte kjo derisa një ditë dëgjova një bisedë. Gruaja thot se ajo ishte duke sjell kafe kur dëgjoi 2 burra duke folur. Njëri tha, këtë muaj kemi lëvizur $500,000. Azem merr 10% si zakonisht. Tjetri u përgjigj, 10% nuk mjafton më. Ai kërkon 15. Unë pothuajse e lëshova tasin e kafes. Sekretarja thot se ajo nuk foli kurrë për këtë. Por tani e kuptoj. Azem Hajdari nuk ishte thjesht një politikan. Ai ishte një partner në një biznes të paligjshëm. Dhe ai po bëhej gjithnjë e më lakmues. Një ish oficer i shërbimit informativ grek na dha një intervistë ekskluzive. Ne monitoruam kufirin shqiptar për vite. Ne e dinim se ka një rrjet kontrabande që funksionon midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe ne e dinim se kush e drejtonte atë rrjet. Oficeri thot se emri i Azem Hajdarit shfaqej shpesh në raportet e tyre. Ai nuk ishte drejtori, por ai ishte mbrojtësi politik. Ai siguronte që policia shqiptare të mos ndërhynte. Ai siguronte që doganierët të shikonin nga ana tjetër. Në këmbim, ai merrte 1% nga çdo ngarkesë. Oficeri na dha kopje të një raporti të datës 10 gusht 1997. Në këtë raport, ne dokumentuam një takim midis Hajdarit dhe një kontrabandisti grek në një hotel në Janin. Ata biseduan për 2 orë. Pas takimit, kontrabandisti i dha Hajdarit një zarf. Ne besonim se brenda kishte para. A kishte Azem Hajdari lidhje me rrjete kriminale jashtë Shqipërisë? Dhe sa thellë shkonte kjo lidhje?
Një gazetar që punoi për një televizion privat në Tiranë na tregoi për një investigim që nuk u transmetua kurrë. Në vitin 1998, ne filmuam një dokumentar për kontrabandën në Shqipëri. Ne intervistuar doganier, policë, biznesmene. Të gjithë flisnin për një sistem të organizuar. Dhe të gjithë përmendnin të njëjtin emër, Azem Hajdari. Gazetari thotë se ata mbledhen prova për 3 muaj. Ne kishim dokumente, kishim dëshmitar, kishim madje edhe video. Por një javë para transmetimit, drejtori i televizionit na thirri. Ai tha, ky dokumentar nuk do të transmetohet. Kemi marrë kërcënime. Nëse e transmetoni, televizioni do të mbyllet. Gazetari thotë se ata u përpoqën të argumentonin, por pa sukses. Drejtori na tha, Azem Hajdari nuk është një njeri i zakonshëm. Ai ka miq të fuqishëm. Nëse e sulmoni atë, ju do të paguani. Dokumentari nuk u transmetua kurrë. Por kopjet ekzistojnë ende. Dhe ato tregojnë një të vërtetë që shumë njerëz nuk duan ta dëgjojnë. Një ish ministër që shërbeu në qeverinë e viteve 90 na foli në kushte anonimiteti. Azem Hajdari ishte i paprekshëm. Ai kishte dosje për të gjithë. Nëse dikush përpiqej ta ekspozonte, ai nxirrte një dosje dhe e shkatëronte atë person. Ministri thotë se ai vet u kërcënua një herë. Unë u përpoqa të filloja një hetim për korrupsionin në dogan. Azem më thiri në zyrë. Ai nuk tha shumë. Ai vetëm hapi një dosje dhe më tregoi fotografi. Fotografi të mia duke takuar njerëz që nuk duhej t'i takoja. Ai tha, nëse vazhdon këtë hetim, këto fotografi do të jenë në çdo gazetë nesër. Unë e mbylla hetimin. Ministri thotë se ai nuk ishte i vetmi. Shumë politikan ishin në të njëjtën situatë. Azem kishte informacion për të gjithë. Dhe ai e përdorte atë informacion për të mbrojtur veten dhe biznesin e tij. Por nga i merrte Hajdari këto informacione? Kush ja jepte ato dosje? Dhe çfarë tjetër kishte në ato dosje? Një ish antar i shërbimit informativ na tregoi për një operacion që u krye në vitin 1998. Ne vendosëm të monitorojmë telefonatat e Azem Hajdarit. Për 3 muaj, ne dëgjuam çdo bisedë. Dhe ajo që dëgjuam ishte shokuese. Oficeri thotë se Hajdari fliste rregullisht me njerëz jashtë vendit. Ai fliste me italian, me grek, me njerëz nga Kosova. Bisedat ishin gjithmonë përpara. Sa do të vinë, kur do të vinë, si do të shpërndahen. Oficeri thotë se ata regjistruan të gjitha këto biseda. Ne bëm një raport prej 100 faqesh. Raporti tregonte qartë se Hajdari ishte i përfshirë në aktivitete të paligjshme. Por kur e dorëzuam raportin, na u tha të harrojmë gjithçka. Oficeri thotë se ai e kuptoi se kishte fuqi më të larta që e mbronin Hajdarin. Por kush ishin ato fuqi? Politikan? Kriminal? Apo shërbime të huaja? Ai nuk e di. Por ai di një gjë, Azem Hajdari nuk vepronte vetëm. Ai kishte një rrjet mbrojtjeje që shkonte deri në majat më të larta të pushtetit. Një kontabilist që punoi për një kompani ndërtimi na tregoi për një marrëveshje që ndryshoi gjithçka. Në vitin 1997, kompania jon fitoi një tender për të ndërtuar një rrugë në jug të Shqipërisë. Vlera e kontratës ishte $15 milion. Por para se të fillonte puna, na erdhi një vizitë nga një avokat. Ai tha se përfaqësonte Azem Hajdarin. Kontabilisti thotë se avokati ishte shumë i qartë. Ai tha, zoti Hajdari kërkon 20% të vlerës së kontratës. Nëse nuk pranoni, kontrata do të anulohet. Ne u përpoqëm të negociojmë, por nuk kishte hapësirë. Ishte 20% ose asgjë. Kompania pranoi. Ne paguam $3 milion. Parat u transferuan në një llogari në Zvicër. Dhe puna filloi. Por kjo nuk ishte hera e vetme. Çdo kontratë e madhe që kompania jon mori, Hajdari merrte pjesën e tij. Në total, ne i paguam atij mbi $10 milion në 3 vjet. Sa kompani të tjera ishin në të njëjtën situatë? Dhe sa para mblodhi Hajdari nga këto marrëveshje? Një grua që punoi si asistente personale e Hajdarit për 2 vjet na tregoi për një anë të tij që pak njerëz e pan. Azem ishte i aftë të ishte shumë i sjellshëm në publik. Por në privat, ai ishte i ndryshëm.
Ai ishte i ftohtë, llogaritës, ndonjëherë edhe mizor. Gruaja thotë se ajo pa shumë gjëra që e shqetësuan. Një ditë, erdhi një burr në zyrë. Ai ishte një biznesmen i vogël që kishte një problem me një kontratë. Ai i kërkoi Azem ndihmë. Azem e dëgjoi, pastaj tha, ndihmë kushton. Sa mund të paguash? Burri tha se nuk kishte shumë para. Azem u ngrit dhe tha, atëherë nuk mund të ndihmoj. Burri u largua duke qarë. Asistentja thotë se kjo nuk ishte hera e vetme. Azem e shihte gjithçka si një biznes. Nëse nuk kishte përfitim për të, ai nuk lëvizte një gisht. A ishte Azem Hajdari vërtet heroj që njerëzit mendonin se ishte? Apo ishte thjesht një tjetër politikan i korruptuar që e përdorte pushtetin për pasuri personale? Një ish shofer që punoi për Hajdarin për 5 vjet na tregoi për udhëtime që bënin në orët e vona të natës. Azem më thërriste shpesh në mesnatë. Ai thoshte, duhet të shkojmë diku. Ne udhëtonim për orë të tëra, ndonjëherë deri në Durrës, ndonjëherë deri në Vlorë. Ai takoi me njerëz në vende të izoluara. Shoferi thotë se ai nuk dëgjonte bisedat, por ai shihte shkëmbimet. Çdo herë, Azem dilte nga takimi me një çantë. Çanta ishte gjithmonë e rëndë. Një herë, ai e la çantën në sediljen e pasme dhe unë e prekja aksidentalisht. Ishte plot me diçka të fortë. Unë e kuptova se ishin para. Shoferi thotë se ai nuk pyeti kurrë. Por unë e dija se ajo që po bënim nuk ishte legale. Dhe unë e dija se nëse flisja, do të kisha probleme. Pse Hajdari takoi me këta njerëz në fshehtësi? Çfarë po negocionte? Dhe sa para po ndërronin duar në ato takime? Një ish oficer i policisë që punoi në njësinë kundër krimit të organizuar na tregoi për një hetim që u ndal pa pritur. Në vitin 1997, ne po hetonim një grup që trafikonte drogë nga Shqipëria në Itali. Ne arrestuam disa antar të grupit. Gjatë marrjes në pyetje, një prej tyre tha diçka që na la pa fjalë. Oficeri thotë se i arrestuari pretendoi se kishte mbrojtje politike. Ai tha, ju nuk mund të më prekni. Unë punoj për Azem Hajdarin. Ne menduam se po gënjente. Por pastaj ai na dha detaje. Ai na tha për takime, për pagesa, për marrëveshje. Gjithçka përputhej. Oficeri thotë se ata vendosën të hetojnë më tej. Por një javë më vonë, hetimi u mbyll. Na u tha se nuk kishte prova të mjaftueshme. Por ne e dinim se kishte prova. Dikush po e mbulonte Hajdarin. Kush ishte ai dikush? Dhe sa lart shkonte mbrojtja e Hajdarit? Një avokat që përfaqësoi disa biznesmene të akuzuar për korrupsion na tregoi për një model që ai pa përsëritet. Çdo herë që një biznesmen akuzohej për korrupsion ose kontraband, emri i Azem Hajdarit shfaqej në dosje. Jo si i akuzuar, por si dëshmitar ose si person që kishte informacion. Avokati thotë se kjo nuk ishte rastësi. Hajdari e përdorte sistemin gjyqësor për të mbrojtur veten dhe partnerët e tij. Nëse dikush kërcënonte të fliste, Hajdari sigurohej që ai person të akuzohej për diçka tjetër. Kështu, besueshmëria e tij shkatërrohej. Avokati thotë se ai pa këtë ndodhte 10 herë. Ishte një sistem i përsosur. Dhe Hajdari e kontrollonte atë. Por si arriti Hajdari të kishte aq shumë kontroll mbi sistemin gjyqësor? Kë kishte ai në xhep? Dhe sa gjyqtar dhe prokuror punonin për të? Një ish antar i Partisë Demokratike na tregoi për një takim që ndodhi në vitin 1998, vetëm 2 muaj para vrasjes së Hajdarit. Ne ishim në një mbledhje të mbyllur. Azem u ngrit dhe tha, ka njerëz që po përpiqen të më shkatërrojnë. Ata po përhajnë gënjeshtra për mua. Por unë nuk do të hesh më. Ai tha se kishte vendosur të publikonte dokumente që do të ekspozonin korrupsionin në qeveri. Antari i partisë thotë se të gjithë në dhomë u shqetësuan. Ne e dinim se nëse Azem publikonte ato dokumente, shumë njerëz do të përfundonin në burg. Por ne e dinim edhe diçka tjetër, nëse ai publikonte ato dokumente, ai vetë do të ekspozohej. Antari thotë se pas mbledhjes, ai i foli Hajdarit privatisht. I thash, Azem, nëse publikon ato dokumente, ti do të shkatërosh veten. Ai më shikoi dhe tha, ndoshta. Por të paktën do të marr disa prej tyre me mua. A ishte kjo arsyeja pse Hajdari u vra?
A donte dikush ta ndalonte para se të ishte shumë vonë? Një grua që punoi si kontabiliste në një bankë private na tregoi për një llogari që e bëri të dyshonte. Në vitin 1998 pash një llogari me një emër të koduar. Llogaria kishte lëvizje të mëdha çdo javë. Para depozitoheshin dhe tërhiqeshin brenda pak ditësh. Ishte e qartë se dikush po e përdorte atë llogari për të larë para. Kontabilistja thot se ajo raportoi këtë te drejtori. Drejtori e shikoi dhe tha, mos u përziej me këtë llogari. Ajo është e mbrojtur. Unë pyeta, e mbrojtur nga kush? Ai nuk u përgjigj. Kontabilistja thot se ajo bëri një kërkim të fshehtë. Zbulova se llogaria ishte e lidhur me një kompani që kishte Azem Hajdarin si aksioner. Atëherë e kuptova pse ishte e mbrojtur. Sa llogari të tjera të tilla kishte Hajdari? Dhe sa para kaluan në për to? Një ish antar i shërbimit informativ zviceran na kontaktoi me një zbulim që ndryshon gjithçka që dinim për financat e Azem Hajdarit. Në vitin 1997, ne monitoruam një seri transferimesh të dyshimta që vinin nga Shqipëria në banka zvicerane. Shuma totale ishte mbi $3 milion amerikan. Parat depozitoheshin në llogari të ndryshme, por të gjitha kishin një lidhje, ishin të hapura nga e njëjta person juridik. Oficeri thot se ata filluan një hetim diskret. Ne zbuluam se personi juridik ishte një kompani e regjistruar në Liechtenstein. Pronari i fshehtë ishte Azem Hajdari. Oficeri na dha kopje të një dokumenti bankar. Në këtë dokument shihet qartë se Hajdari kishte të paktën 7 llogari të ndryshme në Zvicër. Çdo llogari kishte një emër të koduar, por nënshkrimi ishte gjithmonë i tij. Por çfarë ishte më shokuese ishte origjina e parave. Ne gjurmuam transaksionet. Parat vinin nga kompani që zyrtarisht merreshin me import-eksport. Por këto kompani nuk kishin asnjë aktivitet real. Ishin thjesht mbulesë për të larë para. Sa para kishte vërtet Azem Hajdari në banka të huaja? Dhe pse askush në Shqipëri nuk e hetoi kurrë këtë? Një ish drejtor i bankës kombëtare na tregoi për një takim që e shqetësoi thellësisht. Në vitin 1998 mora një thirrje nga zyra e kryeministrit. Më thanë se duhej të takoheshim urgjentisht. Kur shkova, aty ishte edhe Azem Hajdari. Drejtori thot se takimi ishte i çuditshëm që nga fillimi. Hajdari foli drejt për drejt. Ai tha, ka disa llogari që duhet të mbyllen. Ka disa dokumente që duhet të zhduken. Ju do të siguroheni që kjo të ndodhë. Unë pyeta, me çfarë autoriteti? Ai vetëm buzëqeshi dhe tha, me autoritetin që unë ju jap. Drejtori thot se ai u përpoq të refuzonte. Por kryeministri ndërhyri. Ai tha, bëje atë që të kërkohet. Është për sigurinë kombëtare. Unë e kuptova se nuk kisha zgjedhje. Drejtori thot se ai mbylli 8 llogari dhe shkatërroi dokumentet përkatëse. Deri sot nuk e di se çfarë fshenin ato llogari. Por e di se Hajdari donte që askush të mos i gjente kurrë. Çfarë po fshite Hajdari aq dëshpërimisht? Dhe sa njerëz të tjerë në pozicione kyçe ishin të detyruar të ndihmonin në këtë mbulim? Një gazetar që punoi për një revistë ekonomike na tregoi për një investigim që pothuajse i kushtoi jetën. Në vitin 1997 fillova të hetoja kompanitë që fitonin tendere të mëdhenj nga shteti. Zbulova një model interesant, të gjitha këto kompani kishin lidhje me të njëjtën rrjet njerëzish. Gazetari thot se ai gjeti dokumente që tregonin se Hajdari ishte pjesë e këtij rrjeti. Ai nuk ishte pronar direkt, por ai ishte ndërmjetësi. Ai siguronte që kompanitë e duhura të fitonin tenderet e duhur. Në këmbim, ai merrte një komision. Gazetari thot se ai shkroi një artikull të detajuar. Por një natë, para se artikulli të publikohej, shtëpia ime u sulmua. 3 burra me maska hyn brenda. Ata nuk morën asgjë. Ata vetëm më rahën dhe më thanë, nëse publikon atë artikull, herën tjetër nuk do të jesh aq fatlum. Artikulli nuk u publikua kurrë. Por unë e ruajta të gjithë materialin. Dhe ai material tregon se Azem Hajdari fitoi të paktën $5 milion nga tenderet të korruptuara midis viteve 1996 dhe 1998. Kush ishin ata 3 burra? Dhe kush i dërgoi ata?
Një ish oficer i Interpolit na dha një intervistë ekskluzive që hedh dritë mbi lidhjet ndërkombëtare të Hajdarit. Ne kishim një dosje për Azem Hajdarin që datonte nga viti 1995. Emri i tij shfaqej në lidhje me disa operacione të dyshimta në Ballkan. Oficeri thotë se Interpoli e monitoroi Hajdarin për vite. Ne e dinim se ai udhëtonte shpesh në Itali, Greqi, Gjermani. Çdo herë që udhëtonte, ai takohej me njerëz që ishin në listat tona të personave të dyshuar për krime financiare. Oficeri na tregoi për një takim specifik. Në vitin 1997, Hajdari u takua me një bankier zviceran që ishte nën hetim për pastrimin e parave. Takimi ndodhi në një hotel në Zyri. Ne e monitoruam takimin, por nuk ndërhymë sepse nuk kishim jurisdiksion. Oficeri thotë se pas atij takimi, ata pan një seri transferimesh të mëdha nga llogari zvicerane në llogari në Shqipëri. Shuma totale ishte mbi $2 milion. Ne e raportuam këtë te autoritetet shqiptare, por nuk morëm asnjë përgjigje. Pse autoritetet shqiptare nuk vepruan? Dhe çfarë marrëveshjeje kishte Hajdari me atë bankier? Një grua që punoi si asistente në Ministrinë e Financave na tregoi për dokumente që ajo pa aksidentalisht. Një ditë isha duke organizuar dosje kur gjeta një raport të klasifikuar. Raporti ishte për evazionin fiskal të disa kompanive të mëdha. Në fund të raportit kishte një listë emrash. Emri i Azem Hajdarit ishte aty. Gruaja thotë se ajo e lexoi raportin me kujdes. Raporti thoshte se Hajdari kishte interesa në 15 kompani të ndryshme. Asnjë nga këto kompani nuk kishte paguar taksa për 2 vjet. Humbja për shtetin ishte mbi $3 milion. Gruaja thotë se ajo e tregoi këtë të shefi i saj. Ai e mori raportin nga duart e mia dhe tha, ke parë diçka që nuk duhej ta shije. Harroje. Unë pyeta, por çfarë do të bëjmë me këtë? Ai tha, asgjë. Nuk ka ndodhur asgjë. Raporti u zhduk. Unë e kërkova më vonë, por nuk e gjeta kurrë. Ishte sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Sa raporte të tjera të tilla u zhdukën? Dhe kush kishte pushtetin të bëjë që dokumente zyrtare të zhduken pa gjurmë? Një ish ministër i drejtësisë që shërbeu në fund të viteve 90 na foli për një përpjekje të dështuar për të reformuar sistemin. Kur erdha në detyrë, vendosa të filloja një fushatë kundër korrupsionit. Krijova një grup pune që do të hetonte figurat më të larta politike. Ministri thotë se grupi filloi punën me entuziazëm. Por brenda një muaji filluan problemet. Dëshmitarë që kishin rënë dakord të flisnin ndryshonin mendje. Dokumente që duhej të ishin në arkiva nuk gjenden dot. Anëtarë të grupit tim filluan të marrin kërcënime. Ministri thotë se ai e kuptoi se dikush po sabotonte hetimin. Një ditë mora një vizitë nga Azem Hajdari. Ai erdhi në zyrën time pa lajmërim. Ai u ul dhe tha, dëgjova se po bën punë të mirë këtu. Por duhet të jesh i kujdesshëm. Ka njerëz që nuk duan ndryshime. Unë i thash, unë nuk frikohem nga kërcënimet. Ai buzëqeshi dhe tha, nuk është kërcënim. Është këshill miqësore. Një javë më vonë, ministri u shkarkua nga detyra. Arsyeja zyrtare ishte mosmarrëveshje me kryeministrin. Por e vërteta ishte se unë isha afruar shumë afër sekreteve që njerëz si Hajdari nuk donin t'i shihnin të ekspozuara. Çfarë do të kishte zbuluar ai hetim nëse do të kishte vazhduar? Dhe sa politikanë të tjerë ishin të përfshirë në të njëjtin sistem korruptiv? Një kontabilist që punoi për një kompani ndërtimi na tregoi për një skem që funksiononte si një makinë e përsosur. Kompania jon fitonte kontrata nga shteti. Por çmimet që ne ofronim ishin gjithmonë 30% më të larta se kostoja reale. Kontabilisti thotë se diferenca shkonte në xhepat e njerëzve të caktuar. Çdo muaj ne bënim pagesa në llogari të ndryshme. Disa llogari ishin në Shqipëri, disa jashtë vendit. Një nga llogaritë që paguanim rregullisht ishte e lidhur me një kompani që kishte Azem Hajdarin si aksioner të fshehtë. Kontabilisti thotë se ai e zbuloi këtë kur bëri një kërkim në regjistrin tregtar. Kompania ishte e regjistruar në emër të një gruaje që unë nuk e njihja. Por kur kërkova më tej, zbulova se ajo grua ishte kushërira e Hajdarit. Kontabilisti thotë se në 3 vjet, kompania e tij pagoi mbi $2 milion në atë llogari. Dhe ne nuk ishim kompania e vetme.
Të paktën 10 kompani të tjera bënin të njëjtën gjë. Sa para mblodhi Hajdari nga kjo skem? Dhe sa njerëz të tjerë ishin pjesë e saj? Një ish oficer i shërbimit informativ britanik na kontaktoi me informacion që nuk ishte publikuar kurrë. Në fund të viteve 90, ne monitoruam lëvizjet e parave të pista nga Ballkani në Evropën perëndimore. Një nga rrugët kryesore kalonte nëpër Shqipëri. Oficeri thotë se emri i Hajdarit shfaqej shpesh në raportet e tyre. Ai nuk ishte organizatori kryesor, por ai ishte një nyje e rëndësishme. Ai siguronte që paratë të kalonin nëpër Shqipëri pa probleme. Në këmbim, ai merrte një përqindje. Oficeri na dha kopje të një raporti të desekretizuar. Në këtë raport, ne vlerësuam se Hajdari fitoi të paktën $10 milion nga kjo aktivitet midis viteve 1996 dhe 1998. Oficeri thotë se ata e raportuan këtë te qeveria shqiptare. Por nuk morëm asnjë përgjigje. Ishte sikur ata nuk donin ta dinin. Pse qeveria shqiptare nuk veproi? A ishin edhe ata pjesë e të njëjtit sistem? Një grua që punoi si sekretare në ambasadën amerikane në Tiranë na tregoi për një raport që ajo përgatiti në vitin 1997. Ne po monitoronim situatën politike në Shqipëri. Një nga pyetjet që na bënin nga Washingtoni ishte: kush janë figurat më të fuqishme në vend? Gruaja thotë se ajo intervistoi 10 njerëz. Të gjithë përmendnin të njëjtin emër, Azem Hajdari. Por kur i pyesja se nga vinte fuqia e tij, ata heshtnin. Gruaja thotë se ajo bëri një hetim më të thellë. Zbulova se Hajdari kishte lidhje me biznesmene, me kriminal, me politikan të lartë. Ai ishte në qendër të një rrjeti që kontrollonte shumë aspekte të jetës ekonomike dhe politike në Shqipëri. Gruaja thotë se ajo shkroi një raport të detajuar. Por raporti nuk u dërgua kurrë në Washington. Ambasadori e lexoi dhe tha: "Ky raport është shumë i ndjeshëm. Ne nuk mund ta dërgojmë." Unë pyeta: "Pse jo?" Ai tha: "Sepse ne kemi nevojë për Hajdarin. Ai është aleat ynë." Pra, edhe qeveria amerikane e dinte të vërtetën për Hajdarin. Por ata zgjodhen të heshtën. Pse? Çfarë interesash kishin ata në Shqipëri që ishin më të rëndësishme se e vërteta? Një ish antar i familjes së Hajdarit na tregoi për një bisedë që e shqetësoi thellësisht. Pak javë para vdekjes së tij, Azem më thiri në shtëpi. Ai duke i lodhur, i shqetësuar. Ai më tha: "Kam bërë shumë gabime. Kam bërë gjëra që nuk duhet t'i kisha bërë. Por tani është shumë vonë për t'u kthyer mbrapa." Antari i familjes thotë se ai e pyeti se çfarë kishte në mendje. Azem tha: "Kam para. Shumë para. Por ato para janë të pista. Ato janë të lidhura me njerëz të rrezikshëm. Nëse diçka më ndodh, mos u përpiq t'i marrësh. Ato do të sjellin vetëm fatkeqësi." Antari i familjes thotë se ai nuk e mori seriozisht atë paralajmërim. Por pas vdekjes së Azem, kuptova se ai kishte të drejtë. Njerëz të ndryshëm erdhën duke kërkuar para. Disa thoshin se Azem u kishte borxh. Të tjerët thoshin se kishin investuar bashkë me të. Ishte një kaos. Antari i familjes thotë se familja vendosi të mos kërkoj asgjë. Ne e dinim se nëse do të përpiqeshim të merrnim paratë, do të përfundonim si Azem. A ishte kjo arsyeja pse askush nga familja nuk foli kurrë hapur? A ishin ata të frikësuar se do të ndiqnin të njëjtin fat? Një ish oficer i policisë financiare na tregoi për një zbulim që e bëri pak para pensionimit. Unë por i shikoja dosje të vjetra kur gjeta diçka interesante. Ishte një raport nga viti 1997 për një kompani që ishte nën hetim për pastrimin e parave. Oficeri thotë se ai e lexoi raportin me vëmendje. Kompania kishte lëvizur mbi $15 milion në 2 vjet. Paratë vinin nga burime të paqarta dhe shkojnë në llogari jashtë vendit. Oficeri thotë se ai gjeti një lidhje me Hajdarin. Në dokumentet e kompanisë, Hajdari shfaqej si këshilltar. Por kur kërkova më tej, zbulova se ai ishte shumë më shumë se aq. Ai ishte partneri i fshehtë. Oficeri thotë se ai dëshiroi të rihapte hetimin. Por më thanë se ishte shumë vonë. Hajdari ishte i vdekur dhe dosja ishte e mbyllur. Por unë e di se e vërteta është aty, në ato dokumente. Dhe një ditë, dikush do ta zbulojë.
kur do të vi ajo ditë? Dhe kush do të ketë guximin të hap ato dosje dhe të tregoj të vërtetën?